Ky emision mundësohet nga AG Meridian Joinery, Midea, Flux, Bora, Perfetta, Green Garden Foods, Erpilic, Sleepy, Doa, Shkrela Olive Oil, Optika Simoni. Ky emision përmban vendosjet produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Është edhe një e diel. Jeni me mua si zakonisht, mirë po sot e kemi një mysafir të rrallë, një mysafir që moti jom ty e prit me ardhë në emisionin ton, që moti jom ty e prit me thonë po, që moti jom ty e prit me gjetë kohë, se sa herë e kom thirë ka thonë po, jom nullqen, po jom bjeshk. Por, jom koncert. Sot, miq të nderuar, njëri prej instrumentistëve më të mirë shqiptar. Njëri prej instrumentistëve pa të cilin, bendet nuk kishin tinglu aq bukur dhe aq meritëm. Para jush, miq të nderuar, Besim Gashi Babuka. Mirë se ke ardhur, Babuka. Mirë se gjeta, faleminderit për këtë prezantim aq luminoz. Shumë emocionus për mu, për këtë respekt që ma bone. Është kënaqësi me qenë me juve. Dëgja, Babuka, ti e një. Shqyrzotit po len të tjerë me ardhë, mirë po ti e një. Ti ke qenë emër, vazhdon të jesh emër në drums, edhe une e personifikoj muzikën shqiptare, drums, të Kosovës, të Shqipërisë, të Malit Zi, të Maqedonisë me Babukën. Për sheves Bujarov, si krejt, për mos t'i haroj, po dyshim, jonë mbi 43-4 vite që mirëna me muzikë dhe krejt historia e muzikës që na e kem qujtë në atë kohë argëtuese, në këtë rast pop rock apo pëquj paka shumë si world music, që kem marrë në atë kohë. Unë kom qenë prezent, dhe më thonë, prej vitin 1982, kështu që është të vërtet që ka pas shumë daramani, grupet ndryshme, po me respektu edhe me ditë që me popularizum që ka që kom ditë. Po ti e pak, ti edhe Modest Babuka se dëgja zakonisht, thojnë kur, shpia kur nuk e din kone ka mrena. Ti nuk e din se çka flasin njerëzit për ty. Unë po ta them që sa herë përmendet roku, sa herë përmendet muzika shqiptare, pa u laku emri yt, pa u përmend si njëri prej instrumentistave më të mirë shqiptar, është e pamundun. Unë personalisht mund ta kem gabim, po nuk mund ta kem gabim mbi 100 veta me cilët unë e kom fol gjatë këtyne viteve. Faleminderit shumë. Po, për shembull, mbasi e përmende shqiptar, se normalisht shqiptar, në këtë rast Shqipëria, kur u hap po flas në kohën, kur u hap mbas komunizmit, sidomos kur neve për herë të parë, kur u shliruam edhe në 99 dhe në 2000 patëm shku në Shqipëri, na kemi qenë shumë atë avancum në kuptimin e rock'n'rollit, për shkak që normal kemi pas privilegje më shumë, kemi pas kushte më të mira, kemi pas liri të ndigjimit, edhe ka qenë kontribut i jemi në atë kohë për daullistat, ata ju thojnë bateristat, apo unë ju thëmë dramerat, edhe ajo, dhe më thonë, në qatë kohë për herë të parë në Shqipëri patën të gjumu, edhe ajo ka qenë moment shumë interesant, kështu që po, edhe në Shqipëri më njohin edhe më respektojnë më rame, pa ata madje me disa instrumentistë shumë të fquar tani të Shqipërisë, një farë session të muzikës edhe ma kujtojshin ata kur tregojshin, Babuka, adin kur kjo ti që shna u ka duk një. Më thonë, po, ju më bo 4 vjetë thash muzikë edhe më njohin krejt.
unë mendoj që mjojnë muzicientat edhe ata që përqelin paga shumë kulturën muzikore, apo. Mirë po, në anën tjetër, po, unë i kom pasë një 2-3 këngë edhe ndoshta edhe një publik pak më i gjonë. Jo, ti s'ki fajt që i mendon që të njofin muzicientat, për shkak se sa herë ke performu ti fansat i ke pas në tanë. Edhe zakonisht fansat kanë qenë në terë. Se rock'n'rolli zakonisht ka qenë i mushun me tëm, me terë andej, edhe nuk i ke pa. Por, që ajo rini që t'ka për cilë, që kom qenë edhe one, se tash mos jom e re, po jom një moshe shtyër, që ajo rini hala vazhdon me të përmend, hala vazhdon me të ndëgju me andje. Unë e di edhe në YouTube i kërkojnë bile disa instrumentale tua, që ti i ke bo solo me drums, do më thonë me daule. Në atë ko, nëse flasim për vitet të 80-ta, kur unë veç kom fillu, ka pas kulturë të baterive, dramingu që i themi na dramsetit, mirë po unë fatmirësisht e kom pas një talent, edhe kom punu shumë, edhe pata mbri me arrit në nivel që thjesht me ndru atë pëquj mundësin e një instrumentalistit pak ma të nalë, po flasë sidomos në basë vitit 1986, 89 më kanë njoftë krejt Jugoslavia, sepse thjesht kom punu shumë, po se kom dit kur, edhe qka do që e kom bo veç si, adin që kur ja qëtë frenin kalli kështu, veç kom punu qërtu ka 10 orë, 12 orë, kom ra, kom flejt, jo marrë me muzikë. është kohë shumë e gjatë, po më do këtë që ka ndodhë dje, krejt që ka ndodhë dyqysh edhe po flasë me krejt instrumentalistat e madje edhe tish Jugoslavisë, edhe sot kom kontakt, se muzika nuk ka kufi edhe, pa më vashtir që etnitetet tjera jonë, na kemi pas problemet ndryshme me kojshit e etniteteve ndryshme, mirë po me muzicienta është muhabeti krejt ndryshe. Edhe kështu që njihemi edhe muzika faktikisht na ka bashku, edhe shpresoj që na me muzik edhe kena arrit shumë, për shembull me Rita Ora, me Dua Lipën, muzika na ka pëquj ashtu në kuptimin e kulturës, po në kuptimin e një farë marketingut politik na ka bo shumë të mdhaj. Ma shumë se politika e të sot. Po dhe për atë arsye përmenda Duen edhe Riten, atë kështu që na dihet që... E të kthehemi pra, të themi që edhe Dua edhe Rita janë pejonde. Po, ajo, pjesa geografike, unë kom lind pej, kom jetu në pej, jom pejon, po dyshim, po mëndoj, Prishtinë jetoj shumë gjatë, mirë po, gjithmonë jom pejon, po nuk Po, nuk të kufizon kjo, për shkak se ti ke jetu gjithandej. Po, unë kom jetu... Kom jetu edhe në Prizren, kom jetu në kretë Kosovën, mirë po kështu ma gjatë, një 4-5 vite kom jetu në Prizren. Edhe e du Prizrenin shumë, është një vend shumë i bukur edhe njerës t'i ka shumë të mirë. Ma të butë se pejon. Shumë ma të butë se pejon. Mu më pëtëshin, kur shkoj shampej, që shpo kalon në Prizren, e të isha interesant, bre, të qysh ata ma ndryshe, ata ma përshin shok, qysh ma ndryshe. Ma të butë, bre, ma përshin qysh ma të butë. Po, na thash, përlohem, na që thujmë pe, na përlohem burë me njerë, për ti që ka pali dhe qohëm përlohem. Ati jo njerët ma të qetë, jo ma të kanë shumë. Kështu që kom pas një farë laramanie, kështu e një Kosovën, se punaj me Gjlanit, Frizajit, kretë qyteteve të Kosovët, po të Mitrovicës, Prishtinës, Pez, Gjakovës, me kretë kom punu shumë. Mirë po, dëshiroj të mbetemi ende te Peja, jo te Prizreni, te Peja, te fëminia jote, por fillimisht ta ndjekim miq të nderuar dokumentarin e përgatitur për babukën nga Ben Apolloni. Disa njerëz lindin për të ndjekur një rrugë të vetme, ndërsa të tjerë lindin për të krijuar ritmin e tyre në shumë dimensione. Besim Gashi, babuka, është një nga ata të rrallët. I lindur në qytetin e Pejës në vitin 1966, jeta e tij është një simfoni e pandërprerë mes tingujve të muzikës, adrenalinës së sportit dhe dashurisë për natyrën. Rrugtimi i tij nisi në rrugicat e Pejës, ku përfundoi shkollimin fillor dhe të mesëm. Por, para se të mbante shkopit e baterive në duar, ai kishte një tjetër pasion, fushën e blertë. Deri në moshën 17 vjeçare u angazhua profesionalisht në futboll, duke mbrojtur ngjyrat e ekipit të qytetit, Besa. Një fillim sportiv që do t'i jepte disiplinën për sfidat që e prisnin.
Megjithatë, thirrja e vërtet ishte muzika. Për të thelluar njohuritë e tij, ai ndoqi studimet për muzikë në Prishtinë dhe më pas kaloi kufit për të ngritur profesionalisht në Konservatorium van Amsterdam, një nga institucionet më prestigjioze evropiane. Viti 1983 shënon fillimin e karrierës së tij si baterist, drummer, me grupin Dardanët, por ky ishte vetëm fillimi. Nga viti 1984 deri në 1987, ai u bë pjesë e grupit legjendar Seleksioni 039, duke lënë gjurmë në skenën e muzikës moderne shqiptare. Nga viti 1988, ritmi i Besim Gashit u bë zemra e shumë grupeve të njohura në Kosovë. Ai bashkëpunoi me grupin Menkes dhe u bë një emër i kërkuar për bende ikonike si Gjurmët, Minatori, Oda, Asgjë sikur dielli, Zanzi Band, Bibi Poçi, Etno Classic Band, si dhe me kitaristin e njohur Nexhat Macula. Edhe sot ai vazhdon të jetë një forcë shtytëse duke bashkëpunuar me shumë grupe dhe këngëtarë të tjerë të skenës kosovare. Në vitin 1998, ky rrugtim muzikor u kurorëzua me albumin Toka Jon, realizuar me Babuka and Postmodern Band, një projekt që reflektonte shpirtin dhe kohën në të cilin u krijua. Por Babuka nuk është vetëm njeriu i skenës dhe i dritave. Kur nuk është pas baterive, ai gjendet aty ku adrenalina arrin kulmin. Si një instruktor i licencuar në skiim dhe kitesurfing, ai sfidon gravitetin dhe dallgët duke dëshmuar se ritmi i jetës nuk gjendet vetëm në muzikë, por edhe në lirinë që të falë natyra. Prandaj, sa herë që të flitet për dikë, diapazoni i cilit shtrihet nga fushat e futbollit në skenat e rokut, e deri te majat e maleve dhe dallgët e detit, Besim Gashin, Babukën, të gjithë e kanë në majet gjuhës. E pam miq të nderuar dokumentarin, ndërsa tani kthehemi si e do rrjedha e emisionit ton. Fëmiria në Pej, Bistrica, Kapeshnica, Puhovci, Pjesht, na i thojnë Mazgjahu. Mazgjahu. Mazgjahi i thojnë Pej, po Mazgjahu pak më të Dhe Mazgjahi. që shi thëshin ati pazarit? Lomi kena thonë. Loma. Loma. Se veç Lom. ju i thoni lom. Po për interesant, nuk e di po lom për Lom se është lom, krejt, lom. Atë kur bëhet lom për diçka, lom. Si duket prej edhe etimologjin e ka prej lomshit, lomës. Po, unë i kom përjetu edhe lomën e vjetër që është sot qendra, i thojnë zejtare, të faktikisht afër shkollës Rami Sadiku në Pej. Mandi normalisht edhe to loma tjera, që thënë pazare tjera. Mirë po që ajo ka qenë lomë tamam. Më trego si ka qenë fëminia jote në Pej? Fëminia eme ka qenë, nuk banë ma mirë me qenë. Do më thonë, unë kom linë një familje 8 antarëshe, na jemi 6 fëmijë, baba edhe nona, edhe... Babën na e keni pas? Gjysh, do më thonë, na kemi jetu këjshi, faktikisht jo një murë, po 2 shtëpia, gjyshi një shtëpi, na kemi jetu një shtëpi. Tada? Tada jem edhe gjyshja që baba. Do më thonë edhe ka nona Ramis Qavulli, Qavolt, pak i kemi pas pak ma lërgë, aty peja e vogël shumë, tetën e më pas shumë këjshiq aty. Dejolt, që ftisë dhe nga pej Qavolt, Dejolt, nga gash. Edhe, që të qoftë, ka qenë shumë fëmiri e gëzushme, shumë hepje, se unë edhe jem një djali, kom 5 motra, edhe më kanë këshyrë shumë. Vona kom pa që më kanë këshirë shumë, se unë kom vrejt që më kom mendu që normal është ashtu. Apo din se ti nuk e din se fëmi që ato të ndohë. Mirë po pavarësisht, që ka qenë interesant, du më thonë, unë si shumë si fëmi, kom qenë pak më të thënë pe deli dreq. Ashtu, kom nga shumë ma energjik edhe kom fillu më marrë me futbal si fëmi. E kom të ishtë futbalin shumë, edhe normalisht muzikën e kom në atë ko, e din shumë mirë që paten hi këto kulturat, po flas anglo-amerikane në atë kohë, rock'n'roll, pop muzika, Beatles, atë Rolling Stones, ma vunë dhe Cepelirat e krejt këta. Mirë po, interesant, unë paralelisht i kom digju ato se motrat e mi janë digjejshin, ka qenë qasi, si me thonë... A ke qenë ma i vogli? Po, unë jam i 4-ti, ato mja 4-5 vite ma të vjetra motrat, edhe ka qenë i farë fëmirie shumë e gëzushme. Unë së mbajnë menë që kena hekë ndo njerë, po më vërsti që na kemi qenë fukaos, kemi qenë pasën,
pare s'kena pas. Po unë se mbaj men që s'kena pas pare, hongër kena pas, kena hongër buk me qaj, kena hongër, apo këton s'ka qenë do një fëmiri që dikur thët, po pas ka qëfare ka qenë e lumë të. Kur hanë buke qaj, ose nëse jem mësu me hongër buke qaj edhe djath, ma ndej orit pak standard, kemi hongër edhe si quk, ma ndej orit pak ma shumë standard i mirë, po une nuk mbajnë men si fukarallok se baba jam ka qenë, adin që i thojnë shpijak. Një njeri që ka qenë i dedikum për familje. Aji vish ka shku, o të zgjuk, ka shku në punë, ka punu 2-3 orë, po thënë 8 orë, aji ka punu minimum 2-3 orë dhe 15 orë, edhe o këthy në shpej, aji se ka pas jetën e njerëzve të privilegjum me dalë, me pi, mu knaqë. Fatë këtë cifë për to, po aji ka pas qashtu unë, se kom ditë, mirë po në shpej, ma vonë na kemi jetu, muj me thonë si të pasën, se unë e mbajnë mend, kemi pas kretë reqelnat, dhe me thonë kretë ajvarat, kretë produktet që sot kushtojnë shumë shtrajt. Na i kemë pas të shpia për kretë vitin. Ato i ka siguru normalisht baba edhe motrat i kanë... Ajo ka qenë një organizim ashtu familjar i madh, për ushqim ka qenë gjithmonë mas mirti. Edhe unë jo marrë me futbal, edhe që ka është interesant, peja e ka qatë privilegj, e ka pas më heret, po e ka dhe tash me sigurit, se është vendi ofër bjezhve, sportir shumë i faktikisht jo i popularizum, po ka njerë që në marrë me sporte dhe është shumë në kuptimin e njerëzve që, për shambull, Majlinda është gjenerate e re, është kampione, se më qa me folë, bu që më kom njerë, së barë marë shumë. Apo din, edhe ajo, na shkëshim park madhe, në park madhe, unë e si thmi kom shku dhe 2 vjeqar, 8 vjeqar, edhe aty, thjesht ishin krejt sportistat e mundshëm, prej volejbolit, handballit, futbollit, basketbollit, do të thotë karatet, judos, çdo lloj i sportit që ka qenë, madje edhe më vonë, fillim në fund 80-ta pak, ndërsa në fillim 90-ën, kujtohet edhe tenisi mallu pa të bo, apo kupton, ka pas një daramani shumë të madhe sportive. Edhe tash ti si thmi, ai thmia e ka një talent kape diku, nuk ka pa në futball, edhe në atletik. Edhe kështu që kom fillu si thmi me lujt futbal edhe si shumë i ri kom fillu kom lujt për bes, edhe në junior edhe në senior. Kështu që kryesisht ka qenë veç sport, a muzikën edhe kom vallzu. Kom vallzu, kom qenë valltar, kom shkojsha në për... Valltar në cilën shoqëri? Jo. A, kështu? Do më thonë, shkojsha në për gara. Më thëshin që po na i thojmë pej, po këcen mirë, jo po vallzon mirë, po këcen. Mirë, ti do me thonë vallëzim modern. Po ama individual, do me thonë vetë. Po. Edhe di me vallëzu shumë mirë. Qka? Pa unë e vallëzej freestyle, do me thonë, në atë kohë unë kom shku në për diskoteka që u bajshin si thmi 2-13 vjetë që këshyrësha se muzika, në gjëshim rostjarti, në atë kohë Bigjizat, po flasë, kjo viti 1977, 78, 79, dhe unë shkësha i këqyrsha në për diskoteka edhe adin vallëzimin që nuk mundesh me ditë, se na edhe s'kana pa shumë, se një kanal televiziv ka qenë 2, max, për shemë. Edhe unë ishisha ata që kanë pa diçka ma shumë, vallëzejshin si James Brown, ose pak si Travolta, kur dul Saturday Night Fever, dhe me ka to trika, atë musil, mi bo pirueta, me vallëzu, me bo kësi trika, apo dhe në atë ko. Edhe unë u vrejta si po vallëzoj mirë edhe pa ta shku në 2 gara, edhe kom qenë shumë i sukses se më klavdona që i ku marrë vendet e parë, se ato kanë qenë shumë gara. S'ka lidhje, po me gjithate i ke marrë si fmi, edhe si Po, djallë ajo ka qenë një satisfakcion shumë edhe shkojsha, më kujtohet, do me thonë është një, se me thonë, vendbanim, apo qyteteze vogël Vitomerica, i thojnë pej, ofër pejës, është unë e pa ta shku prej pejës në kom, veç me shku në diskotek me vallëzu. Pas mundesh me marrë, me shku në kom, deri në Vitomeric. Vitomeric edhe mu këthy. Do me thonë, që ka qenë ajo dëshire madhe që i përket vallëzimi. Do me thonë, derisa unë si aj që kom vallëzu, ajo vrejt që kom rritëm. Peja vendi vogël, mirë, por mu ka qenë haloma e vogël, se unë e kom shpinë në qendër qytetit të shtëpia molla edhe të qashi xhamia. Edhe tash do me thonë, unë kur kom dalë në rrugë, ajo është qendër e qytetit. Dhe që aty janë mbledh një, si me thonë, 3 minuta me ecë është Korça. Dhe që aty janë mbledh krejt, i thëshim të që aty është qendra për ecë, hotel Dugagjini, ishë hotel Metohia.
Edhe aty vishin krejt trit, edhe unë i kom njëftu që shtu njerë që i bëshin gitare, vishisha, edhe më tërheke ajo instrumenti para me ndohë. Mandej edhe ma heret. Pse u përcaktove për daulle? Po, tash ta të rikoj shumë interesant, se motra me ka pas një shoqe, ka pas disa shoqe, mirë po, edhe interesant në atë kohë ju e dini shumë mirë që shoqet nuk kanë donë për në hotele, në për kafiqa, kanë orë për shpia, edhe unë si thmije, kom njoft gitaren kështu si instrument, edhe që ndoshta 7-8 vjeqar, 10 vjeqar, se motra ka pas një shoqe, Liriana Zhubin, sa më kujtohet kjo jam një shalla se kom harru, se shumë vjetë jo në këto muhabet që pëtëm, unë është gati 50 vjetë i ka. Apo kupton, unë si vjetë i bëj 60 vjetë, apo kupton, edhe unë s'muj me besu, po edhe që është interesant, ajo ka qenë gitariste e muzikës klasike. E në atë kohë ka mësu gitaret e një ndjeri, gitaristi, në atë kohë i njoftu një pesë e Lajdin Daci, edhe dihet që peja ka pas tradit gitares, ka e hatë musën, e Luanca Pungjevën, shumë gitarista të cilë po flatë për muzikë klasike, edhe për neve muzika klasike ka qenë diçka normale me ndigju njerët mira bahut, apo sidomos në gitare. Edhe e pata njoftu, më kujtohet, unë e shokun ma të mire, kom Mërkuri Beqiri. Mërkuri, si inteligent shumë, a i ka ditë mira gitares. Shumë interesant, si thmija i ka ra gitares. Që aty unë njoftu mas pari me grupe paga shumë që bojnë muzikë. Edhe qësh ka ndohë, ka qenë një dramer tjetër, edhe unë pindigjaj ata, muzikën e një shamir, a kisha qef mira gitares. Se gitaren, së të rëgoha ma heret, më interesoj pa ta fillu mi mësunja dy të akorde. Tu ka dok vetja pak ma frajer. Pa atër mira gitare që konë frajer. Jo, atër mira gitare që konë ma frajer se me pas sot Ferrari. Apo dim, qartu ka qenë, që me thonë, diskursi shoqënor. Që është interesant, aj drameri provoj këtë diqka, edhe unë tash, unë ja të regojsha, po për qështu është, aty ka qenë një kongë Cepelinave në atë kohë, me sa më kujtojtë diqka si Aj nuk e mbaj kënë menda, unë e disha se e disha kongë. Edhe unë e hina edhe pi të regoj, bëjmë bëjmë edhe unë shkova, bas një javë ma bënë këshoku Fatmir Karagjyzi, edhe besë, s'po vjen ti mira me neve, thash, po unë mira me ju, unë po në shef gitare, unë s'di mira, tha, po vitha ti rave aty, adin, qa me hup në kohë dhe hina edhe që ku jom sot. Dhe me thënë kështu. Ama unë kur jom hi derin qatë nivel, sa që unë më nuk kom pa kërgjo. Qatë shumë ka marrë ajo, sa që e kom lumë futbolin me 17 vjetë e gjysë, e kom qenë, kom pas, në atë kohë s'ka pas mundësi perspektive të futbolit, shumë se veç filloj mu ndryshu faktikisht edhe politikat, u bun demonstratat, fillun shumë probleme, mirë po, kom pas e di që kisha arrit në futbol, se edhe sot luj futbol, 2 herë njavë luj futbol. Po. Kom qef shumë, tash ta muj me luj, po nejse. Në atë kohë, muzika ka qenë qatë, nëse ti ke qenë instrumentalist, sidomos nëse ke qenë frontman, mas ju e përmendem, ke qenë ëll as një pare s'ka mujtë me të shuman elë se qajo. Do me thonë me të njopë, me të desh njerëzit ose me pas të fansa. Kështu që une, kur hina në drum set, ajo ka qenë diqka si kalit kërja që të frenin, edhe une mu nuk me desha kur gjohë. Dëgjësha muzik edhe që ajo m'japi edhe mu sukses. Une si dramer, kur kom hy, për 5-6 muaj në veç kom qenë grupin seleksioni 039, cili ka qenë një ndër grupet më të mirë. Ma të njoftë në atë kohë. Po flasë vitin 83-4 unë kom hi në grupin seleksioni 039. Sa vjeç ke qenë? Po i po 20 vjetë. Shumë i ri, por zhvillimin më të madh e kom pas kur kemi shku në Porres 85-ën, e qajo ka qenë një ndrim i madh, shumë i madh në kuptimin e mjeshtërisë teme në instrument. Unë jam mjeshtër se mu së vjen keq me thonë, dikush adhe nuk folet për vje, unë jam mjeshtër i këti instrumentit. E një shumë mire një. Dhe më thonë me bo muzikë në qëtësin më të madhe, që tu me bo muzikë edhe na dytë me folë, edhe ajo me pas shumë kuptim. Dhe më thonë që ajo mjeshtëria në muzikë kur ti më brinë me konë shumë i qetë edhe shumë loud, shumë
me të zonë shumë të naltë, dhe më dhënë i kontrolloj ato. Pse ka ndodhur ashtu? Ajo ka ndodhur sepse na kur kem bu muzikë në Porreç pak në një vend u çun te International Club, aty bëshin muzikë grupet më të njoftuna të Evropës. Të Evropës, domethënë Porreçi ka qenë vend evropian. Aty italian, francez, gjerman, danez, gjithçka. E ata ishin gjerman, edhe mu më ra fati me më pa mu që ai drameri se unë e bona muzikë, i ramja 4-5 këngë para grup e tëne, edhe ai më tha, më abeti o ma i gjatë, po ta shkurtoj edhe më thot, shumë je i talentuar. Edhe po kum qef, për shkak para më ndoj çfarë kulture kanë ata njerëz. Pse i talentuar, po të hapi drum setin, sa dush pare shiki. Edhe më përbët 800 marka i kon. Ai ma më sa dush, më komujt me thonë 200 dushta. Po më duket qashtu, e unë adim se i thash, i kom 800 se unë e disha, unë e kisha një 5 lirë, që ma kish falë gjyshi. E unë e disha që e kom e gjithmonë këta ma vëgjën, ta ka fala gjibaba kërë e bu sunet 5 lirë, që na përdojnë edhe unë e disha që e kom 5 lirë, 5 lirë, që një ble drum setin. Edhe ai mu ma e, po drum setin nuk ka qenë i rëndësishëm, po tash ke rëndësishëm një liber. E ai liber u qunë të natë kohë, edhe sot ekziston, edhe shumë i mirë edhe sot, se cili dramer duhet me kalu atë liber, Advanced Funk Studies. Do me thonë, diçka e avancume për funk, aty ka pas jazz, ka pas stilet e ndryshme të dramera e matë mirë në botë, që i ka mbo ato kanë qenë shkume me nota, mos me gjatë unë e marra ato, vi, mpej, ja boj babës tem, nonës teme, du 5 lirshin, qa po të vim 5 lirshin, 5 lirshin du mi bletë të panat në atë kohë, i thëshim në atë kohë i që ishim bubnje, dhejse nga u ka ndru termet nejse, mos të foli për këto se këto në tema tjera, edhe unë e marrë baba të okej, që ca për kushtë anaj 800 marka që na i parë, s'ku me shrit një herë, shkojën e këthena prej PPS, fush Kosovë, Lubljan, Porreç, i marrë të panat, këthejmë na, shoqënia, po une se kum ditë vlerën e librit, kur jom këthy, i kum su notat, edhe ajo shumë rëndësi, një ndër përshpezojmë mentorat e muzikës edhe notizmit tem, edukatës muzikore, ma të tjeshme në lexim ka qenë Efraim Kastrati Ndjerin, i cili ka qenë një muzician të rrallë, një adhërush, një njeri qatë shumë i përkushtuar për muzikë, qatë që ka dërtë muzikën, shumë njeri me sens, me vesh të mirë, me zo ekstravagant, një njeri i rrallë që e kom njëftu njëtë, edhe mi pa të mësu notat. Nese, i mësojnë e notat, edhe une e boj ujat liber. Pej qatë sa e dite, unë e kom qenë mjeshte. Adën kështu në kuptimin që kom marrë një dije që në atë ko, unë e kom bri me njerë në nivellet të ish Jugoslavis. Adën që me mnjohë pëzoj mu personat e grupit Smak, personat e grupit Lebisol, unë e kom shku të drameri, në atë ko ka qenë ma i mirë në ish Jugoslavi, ka qenë Garabet Tavitjan i Lebisolave, a i më patë në gju, wow, mandaj ju të regoj këtë tjereve, edhe unë ata e morën vesh për mu, që ekziston një që është shumë i veçantë edhe më thërshin. Edhe unë bona njeri që më njëshin muzicientat. Mu më ndodhë shumë, unë e kom mësu shumë zonësa, studenta, kretë kanë kalu dhe faleminderit për krejtëve që gjithmonë ma përmendin edhe më respektojnë edhe ma jepin një farë ndjenjet mirë, ku më thojnë adin se mu disa dhe më thirin bale, adin ti na ki inspiru, ti na ki bo kështu, ti na ki bo kështu, ti na ki jep këto, na ki bo. Unë si ka asë një koma, që të ditë, njëjtin send, që ma ka tregu mu qaj Gjermani, që është, unë ja tregova një kolegu. A në pjave që të send shumë më rëndësi me mësu. Se unë e ku mësu qëtë ko, edhe kjo t'i hapë shumë rrugë ku ti mundesh mu gjinë, se muzikë nuk gëzon me mendu. Muzikë duesh, ajë njeri i cili mendon, ajë muzician i cili mendon, kur bon muzikë, qa ka me bua i muzician, nuk është. Muziciant është ai i cili arrin me mbri një lloj një vokabular muzikor, që quhet teknika muzikore, e ato teknika muzikore janë fajla,
adin e keni direktorium me 10 fajla, e keni direktorium me 10 fajla, dhe ki shumë fajla, edhe thash në qëtë muzikë, e thirë, të hapen fajlat, ti din shumë fajla dhe nuk ki nevoj me mendu cilit mirat, ti veç si pas në djenjes tonë dhe e ban. Qajo muzician. Si janë isti me mendu du me bo që tu, that's not, a po kupton, po mëndej, nuk është diçka që aj nuk o muzician, du në po foli për high level. Që kur ta ndigjon njerin adin me, se muzika është energji, edhe është ti kur është frekvencë. Ajo shkon, energji, që ajo frekvencë dhe për tënë të aj që për ndigjon. Si unë e ti që po flasim qëtash, na me frekvencë po flasim. Absolutisht. Që ndrysh, qësh po flasim, na unë e po folit, ti po mdin, ti po flet, unë e po të ndi, edhe me andej po kuptonë. Dhe me thonë, krejt kjo është një farë loj frekvencës. Muzika është exact the same. Dhe thonë, ti kur e bën për shpirtit, se ki bo prej mendimi tonë, jo prej hajtë se pe boj që me pas, atë si me thonë një dalavergji, që a marë paret. Apo këtonë, nëse e bën që ashtu, audienca e ndjen. Se ajo energji përqohet atje, e ndjen audienca. Kështu që muzicienti mirë funksionon me ndjenja. Po qësh me ndjena? Po, para që asaj, do karikat në zeta, që thëj... E do libra, e do paterna. Po, që thëj ke gjysh jem, thëj ke rameti po shpirti, gjyshin e kom pas, gjithmonë duhet me përmend gjyshin e kom pas, jo atëherë, po edhe sot, edhe të nanës, edhe të babes, po me të babes që më rritë në shpim. Me të dytë unë e kom qenë i lidhun, si me gjyshin e nanës, si me babën e nanës, si me babën e babes, kom qenë njëjtën kohë i lidhun 100%, madje edhe këtë që pithojnë këta novkën, pseudonimin e kom babuka për gjyshit për babes nanës teme. Unë e kom thirë ato babuka, dhe krejtë familja e kemi thirë babuka, tash mu më thrasim babuka, pe ati. Mirë po, gjyshi do me thëmë baba, i babës tem, gjyshi jem Haji Baba, Haji Muhammed Gashi, unë ato, unë po krejtë familja e kena pas një farë respekti extraordinary. Do me thëmë, aj, si për shemull në shpija, dera o borit, ma ne jo dera shpis, o bori ka një 20-30 metra, a i hynë të ndirë të borit, na i shim dhomë, erdha që baba, tanko, dhe sa i ka i procedurë, shka i ka na rishim, falshim, këto a i vike, ullën e ullëshim. Apo kupton një respekt i veçan, e a i thonte, se si njeri shumë i dishem, vishin njerë gjithka me vete, jone për fakultete, lypshim në një ndim, se kishë njerë që studiojshin. Po e nëzhe kariken, s'ka kur gjo. Dhe me thonë, shumë karika duhet më nëzhe, se vishin me marë pytje, që ka me bo që atë, duhet me nëzhe, dhe me thonë, e vetë me a mundësi. Kjo ka qenë babuka i vjetër. Jo, kjo është Haji Baba. A, Haji Baba. Babuka është baba i nonës. Po, i nonës, falë. A i ka qenë se fali. Gjyshin, do me thonë, baba i nonës teme, ka qenë njeri shumë se fali. Edhe njeri... Po dhe ti e se fali. O, zotit faleminderes, unë qatë shumë kom pas fatë, se edhe njeri kur puj afro ke këtune vjetëve që i kom bone, edhe kur po hike njeri në 60 vjetë, në 60-at, që... Nuk duke shti për 60, po hajtë mos i përmend. Po veç kur po hike, po thëj qëfar fati. Po se, në qas po ndigjon njeri, kej qa kena bonus tarë. Bonus. E po të me thonë që është fat i madhë, adin kom jetu mirë si babuka, njëjtë, kom pas shumë fat, kritë kohën edhe më pyten fillim qëfar femirije, unë kritë jetën teme kom pas veç mirë. Veç mirë. Dhe kjo që do të vi tani, është krejt mirë, është recet fantastike për shkak se e sjell Ola. E ndjekim miq të nderuar recetën e Olës dhe pastaj kthehemi te babuka me një gjë tjetër. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot për ju kom zgjedh me përgatit recetën me hitha për arsye se është edhe sezoni tyre. Për një laknor me hitha ju nevojiten hithat, qumsht, yndyr, ve, ajk, gjyz. Mas pare, hithat e dini që duhet me la mirë, me zgjedh, me mbledh aty ku jonë të pastërta dhe jonë të mira. Atëre merrni grini, i lani, i bani fillimisht me krip.
Unë nuk i përvloj, thjesht i boni me kryp dhe i ndrydhni kështu, për me ja largu atë pjesën si të hidhur pak që kanë hithat. Atëherë merrni edhe disa qep të reja dhe i grini kështu. Dhe tash pasi ti keni gri qep, edhe një herë i ndrydhni bashkërisht dhe i leni pak anash derisa të përgatitni brumin. Për brum, ju nevojitet fillimisht i bëni 2 ve. Për një tepsi, tash varet për tepsisë edhe në gatuni, por kjo është 350 ml qumsht. 150 ml yndyrë, këtu është gjalp dhe vaj. Dhe kësaj yndyrës, për mos me pas shumë yndyrë, ja shtoni zakonisht për më po 350 ml, ja shtoni ujë mineral, njëjtë sa keni qitë qumsht. Dhe këto i përzini mirë. E tash, miell, sa keni qitë, për shembull, një 350 ml vaj edhe qumsht, atëherë i qitni me këtë mas 2 hise miell. Unë këtu i komat dhe i shtoni 2 hise miell. Do me thonë, dikun rreth 600 gram miell, ose tash varet me çka e matni atë pjesën. Edhe tash e kemi edhe brumin e gatshëm, i kemi edhe hithat të gatshme dhe tash të fillojmë me i kullu hithat. Aja po e vreni tash të ky langu i cili den gjyrë pothuajse i kaft. Është ajo pjesa ku hithi e përmban për mbrojtjen e vet. Prandaj ajo ndoshta nuk është mirë me hangër sepse është më e dëmshme. Prandaj bëhet kjo mënyrë me krip për me largu atë pjesën. Nëse ju kujtohet sikur te patligjoni zi që praktikohet, ashtu praktikohet edhe te hithi. Tash pasi kemi shtrydh hithat, i vëmë produkte tjera bylmetit. Do me thonë tash të këtu parafërsisht 4 deri në 5 luk. Hitha dojnë pak ma shumë ndyrë. Kështu që mos hezitoni, por edhe mos e tepëroni. 2, 3, 4 zakonisht i qes, po që tash për qes 5 luk ndyrë. Qëtë një pak gjithë dhe një ajkë. Ajkos. Dhe këto i përzimi një. është e pa mundur me gatu, me përzi, me luk, për mas e kemi letrën bora na mundëson ma praktik me qenë edhe ma letë. Tash e marrëm edhe në tepsin, 2 luk mjafton poshtë. Edhe tash po e vreni që pak të ndajt, derisa kemi përgatitur gjitha këto, brumi është trash. Prandaj i shtoni edhe pak ujë mineral, për me qenë brumi pak ma i hollë. Brumi bëhet i hollë për arsye se mi hap sapsirë grur millit misrit me u trash. Se nëse boni me pak ujë, e boni brumin ma trash, atëherë del kjo ma rand ashtu, nuk piqet mirë. Prandaj brumi duhet me qenë sa ma i hollë. Dhe tash të kjo, kështu dhe e rindisim hithat. Dhe shija e këti laknorit me hitha është që me pas sa ma pak mjell e brum, e qash ma shumë hitha. Dhe tash veni ndyrë për me pak. Dhe kjo tash është e gashme dhe një furën në 250 gradë dhe pekoni derisa të skuqet. Dhe besoj që tash laknori është pjek dhe mundem me nxjerr prej furrës. Po duket shumë mirë dhe pjek mjaft. Shikues të nderuar, kjo është laknur me hitha dhe ju preferoj që të gatuni sa më shpesh këtë sezon. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjithë të mirë. Miq të nderuar, derisa Babuka ta dërgoj SMS-in pazarar, unë do të propozoja të që menjëherë ta ndjekim edhe recetën e Rudit. Rudi tani të gjitha ëmbëlsirat i përgatit tek Rudi's Cake Factory.
Mirë se erdhët edhe këtë të diell, miq të dashur. Sot kemi me përgatitur diçka më ndryshe, siç po e shihni. Gjithmonë gjatë këtij sezoni do të jemi në objektet e Rudy's Cake Factory. Mirë se keni ardhur. Prap do të përdorim çokoladën e bardhë, mirë po, ndryshe nga e kaluara, sot do të bëjmë një kombinim me shije të limonit dhe të portokallit. Po e vendosim panën për vlim. Në anën tjetër e vendosim pjesën panës që do të arrohim. Pana është e gatshme. Në anën tjetër, pjesa e panës tjetër ka fillu që të nxehet. Pana ka fillu të loj plotësisht, e masim çokoladën. Kësaj radhe na duhen sërish 200 gram çokoladës. I vendosim në një këto. Pana ka vluar plotësisht. Vendosim sipër çokoladës. Presim veç që të zbutet pak çokolada edhe të përzim. Derisa të zbutet çokolada, vazhdojmë me limonin në rinde. Zakonisht musi të bardhë nuk i shtojmë lëndë të limonit, për arsye se pastaj e merr një strukturë jo të mirë. Unë gjithmonë tham e merr strukturën si gjizë, si djath. Kështu që mundoni edhe ju mos me mbledhem edhe pak lëvor të limonit. E vendosim. E përzim derisa të shkrihet çokolada. Dhe me shpatull të dorës e përzim çokoladën me panën e rrotur. Krema është po shumë e mirë. Kësaj radhe do ta vendosim në një bukall. Dhe do i mbushim format të cilat kemi parapar që ta përgatisim sot ëmbëlsiran. Dhe këto janë forma gjysmë sferë, është forma e silikonit dhe vazhdojmë me mbushjen. E vendosim një sasi të musit. Pastrojmë formën e silikonit pak. E marrim kremën e portokallit të përzier me limon, cilën e kemi përgatitur më herët, e kemi vendosur në këtë enë dhe e vendosim nga një lugë në mes të ëmbëlsirës. Dhe tani do i vendosim pandispanjen, cilin kemi përgatitur dhe vendosim sipër. Ëmbëlsirat i vendosim për ngrirje për 2 orë dhe kthehemi ta përfundojmë ëmbëlsirën dhe dekorin e saj. Miq të dashur, ëmbëlsira është ngrier. Ne do ta dekorojmë vetëm njërën sot, përsa tjerat i vendosim sërish për ngritje dhe kur do që na duhet vetëm e largojmë, e dekorojmë dhe shërbejmë. Kësaj radhe glazurën e kemi bërë në ngjyrë të verdhë. Glazurën e çokoladës së bardhë i kemi shtuar në ngjyrë ushqyese dhe një bërt të verdhë. Nga dole. Vendosim në mes të pjatës. I kemi këto crumble me shije të limonit, pasi që edhe ëmbëlsira është me shije të limonit dhe portokallit, ku do t'ja vendosim në pjesën e poshtme të ëmbëlsirës. Dhe marrim një lule nga pasta e sheqerit të cilën e kemi dekoruar dhe ja vendosim sipër. Gjithashtu edhe kjo është që konsumohet çokoladë dhe miq të dashur. Dhe janë një lule pranverës nga Rudy për ju. Deri të diellën ardhshme, mirëmbëjtje. Mesazhi që ti ja ke dërgu miqve tu, Po. ja ke dërgu 5 miqve, ti nglon kështu. Jom ty dasht me bo një kombinim, veç ti qes syzat. Jom ty dasht me bo një kombinim, bubnjeve Miran 0-100, e kite surfing me bo në Prishtinë. Me ti hyp krejt këtat politikës ndrase me ti fërflu dika se na lodhen. Edhe ashtu ja kanë nisë mërshit. Çka po thu ti? Kolegu jem shumë i dashtëm Acimi, basisti, Po? Baftiu, e ka shkru bale error 404, 404, diçka
Son rregull që du. Nuk pja mërmendja që e ki Po, shkruti. edhe Robertit, Berishes, ai veç ka kesh, si ka kesh. Smileys, Po, po. smile, dhe me ka inë, shka kësem këtu, që kësem, diçka son rregull. Edhe mërkurit shokut tem ma të mirë, Po, kur pas ka bo nervos. Ama s'kom ledzu diçka, po të t'laj me heq, a din veç kur t'ka bo veç kur nervos. t'ka përnë. Që që shtu e ka shkru. S'kam ledzu sa lajme sot. Ta kur t'ka Ama po kur t'ka bo nërmos. nervos dhe me qakiti kështu, se une, a e di kështu. Praktikisht as njeni nuk po e beson që ti e ke shkru. Po, a dim pse une shumë evitoj me folë për politik dhe po më dojë më intereson një ditë kretënqare. Pikrisht për atë, ta bana se zakonisht nuk janë këta SMS-a Po. me politik, po beni me qëllim e bani me politik. Nuk o politik kjo, po adin demek une demek më kanë lodhë ta me politik, demek une Qashtë. përbjen që e ata e din që une shumë e evitoj edhe anashkaloj kur të fillojnë me folën please, demek na folem, e s'folem send nuk ndryshohet, e di sigurt që se cili njeri kur kontribon mirë në profesionin e vetë, edhe ka mundësi me bo mirë, edhe ju bon njerëzve mirë, ai veç ka jep kontributin e vetë, edhe në politikë në këtë rast, edhe në popull të vetë, ose në shoqënit të vetë. Një njeri që i ka punë të mirë, që ka mundësi me jep, me shpërnda dijen e vetë, që unë nuk po du me thonë që unë jam njeri mirë, veç unë jam i sigur që unë kom shpërnda dije shumë edhe shpërnda ende. Du me thonë jam instruktor i kitesurfit, jam instruktor i shkimit, jam edhe mjeshtër i dramsetit, kom su me 10 dramera, du me thonë që janë shumë të mirë, që janë ma të mirë, edhe që kom su me qindra njerëz në skim, në kitesurfing, edhe mostly, kështu së shumë ti, kom su pa pare. Veç pse kom pas qef ata me mësu Me ata. ditë. Këtë që na sa ma shumë që ngritem edhe shpërndojmë dije që ajo është puna jonë. Ata që dojnë me marrë me politikë, neve na vjen një ditë që ajo votë, me epim qatë votë, që kasë. Qaq. Apo din, mos me zgatër, e di që jo ma e Shumë komplikume, e di që ka mundësi mu elaboru kjo temë shumë ma shumë, po ne Edhe s'ka nevoj, s'ka nevoj. S'ka nevoj. S'na takon kjo me folë. Absolutisht. Ti, Gjeri, gjithmonë i malë me ardë, gjithmonë i ki pas emisionet tuja, gjithmonë pejse që njemi para 30 vjetë, ti ki qenë si me thonë një farë shmekerice e Prishtines, apo din, s'takojmë, na takon neve. Seq. Apo din, ma shumë jena në qëtë stilna. Unë e për muzikë, Po, na jemi në botën tonë ku që mund të kontribojmë. që Shumë mundem me bukur. kontribu në kuptimin, do me thonë, profesional, kësh me qenë mirë. Absolutisht. Tash, babuka, para se të kalojmë tek rinia jote, tek Prishtina, se ti bartesh në Prishtinë, unë do të doja ta ndjekim një recet, që është receta e Mamadeus, dhe pastaj të flasim për babukën, Prishtinën, ndejat në Prishtinë. Po. Të dashur shikues, përshëndetje. Sot do ta bëjmë një recet me të preferuarat e fëmijëve, e që në fakt për fëmijët janë të preferuarat, për neve janë stres i vërtet, për shkak se e dim që nuk janë të mira për konsumim të përditshëm, e ato janë, ndoshta veç ja keni qellu salcicet. Nuk e di, vajzat e mia i adhurojnë hot dogët, edhe gjitha sendviqat ose gjitha recetat që ja bëj me këtë lloj të mishit të procesuar, kështu që nga njëherë edhe po duhet m'ja bo qefin, e një prej recetave shumë të mira, shumë interesante, edhe të lehta, po edhe të pëlqyeshme prej fëmijëve, sot kemi me përgatit. Janë si lloj hot dogu, po që i përgatisim vetë, edhe e bëjmë pak më interesante për fëmijët. Atëherë e kemi brumin e gatshëm, mundeni edhe vetë me bo me brum të kifleve, mirë po, unë sot vendosa me i bo me brum të gatshëm. E presim këtu. E kapim kështu për mos me na u hap, mundeni edhe me ujë, me ndihmën e ujit me kap, edhe e vendosim në tepsi. Kështu vazhdojmë edhe me të tjerat. Unë po i përgatis vetëm 4 copë. Do t'i lyj me vezë.
e ndonjëherë i qes susam, po në këtë rast masi po e përgatisim verzionin për fëmijët zakonisht edhe nuk e dojnë susamin, unë e po flas për vajzat e mia, Anika tek tash ka fillu me dash susamin e që i ka bërë 10 vjet, Ajuna nuk e don, kur janë kiflet me susam nuk i konsumon. Do t'i pjekim për 10 minuta në 200 gradë e pastaj do t'i servojmë. Dashur me që unë ja kom përgatit edhe salsat shumë e thjesht, mustard, majonez edhe ketchup. Ju mundoni me çka doni tjetër me shoqëru. Këto janë hot dogat tanë të shtëpis. E unë me këtë recet po ju dëshiroj një të diel të këndshme, mos harroni me ja përgatit fëmijëve tuaj si snack, kur i kanë kry detyrat, kur kanë marrë pesë në shkollë, kur e kanë pastru dhomën, e tjerë, si lloj shpërblimi ja vlen sepse i adhurojnë këto lloje të ushqimeve, çka me i bo. Deri të dielën tjetër, po ju dëshiroj një javë të këndshme e ne shihemi prapë. Prishtina. Dihet që vendi më interesant është aty ku janë studentat. Edhe kretë Kosova kanë orë në Prishtinë me studiu. Në atë ku përveç shkollës që i kanë thonë shkollave të nalta, në atë komerciale ka qenë peje, që po dinë disa shkolla tjera nalta, Prishtina ka pas universitetin, kanë orë trit. Kretë Kosova, kretë rinia është përqendruar në Prishtinë mirë, po unë në Prishtinë kom ardhë gjithmonë, unë në Prishtinë kom ardhë për viteve, do me thonë, 70-ta. Qysh kom ardhë? Unë kom për familjes, këna qujtë hall, familjes matë në kusht nana Edukacin Goranit. Duke kalin në Prishtinë, edhe kretë familjen dojtë, ajst i ka pas në pej. I ka pas në pej, Edhe a i ka ardhë në pej, edhe do me thonë a jemi shoqënu gjithmonë, kështu që une ku marë në Prishtinë gjithmonë të halla edhe të Dugi. Me Dugin kretë ato vitet e flasë në fund të viteve 70-ta, une i mbajnë menë, do me thonë, kërë në hapë kafishat e parë në Prishtinë, kërë kemi shku në Grand me lujtë biljard, në atë kohë që i kanë qenë, do me thonë, preci që ka fitu jeta kulturore në Prishtinë e mbajnë mend, preci që i kom pasë 10 vjetë 12, kështu që unë e kom marrë, më të thëmë, në fillim viteve të dheta, para viteve të dheta në Prishtinë. Mirë po, edhe në atë kohë Prishtina ka pas një frim tjetër. Po në vazhtisht që peja, kishin qef pejonët edhe kanë qef me thonë qështu edhe dikush e thot që në pej ka pas një farë laramanie kulturore, thonë që vajzat jënë vesh mire, diçka që e përmendë më heret. Pejonet jënë përmend që kanë qenë femnat më të bukra në Kosovë. Për të bukra se dini që kam pas... E ka thonë baba jem, edhe unë babës tem shumë i kom besu, se ka pas shije shumë. Okej, qa di une, e di që për shkak të kufinit që kemi qenë me malin e zi, malin zi me Italin, kanë ardhë për Italis, për flasë trendet ma të reja të... Jonë vesh bukur, jonë majtë. Edhe ka pas një farë lloji të arktimit... Pak ma ndryshe. Për tri, edhe kanë shumë shoqënie jona e Prishtinës, vishin shumë shpesh në pej, se ju duke interesant. Po, unë ato e kom kuptu që edhe Prizreni është i mirë, edhe Mitrovica, këtë Kosova mirë, po, si do qovë Prishtina, pa dyshim, edhe në atë kohë, ka pas kuptim tjetër në kuptimin e liris, edhe të një farë diversitetit kulturor në krahasim me provincat të peja, Prizreni, Gjakova, këtu me gjitha të jënë provinca. Prishtina vrejt që ka një farë lloj qytetit, që je ma i lirë në shpreje, në muzikë, në standard tjetët, kështu atë si tri që nuk thashe themet jonë matë pakta. Nëse kishim me formulu që ashtu fjalin. Kështu që inqizimet e para kër i kemi bojë në 83-ën, ma ndejnë 85-ën, 87-ën e kemi inqizu albumin, edhe krejt kjo ka pas shumë kuptim të madhë se festivalet në atë kohë në mbajt mëdhaja, festivalet më të mëdhaja mbajt në Prishtinë. Ai festivale quajt Bum Festival. Në ato festivale, përzojmë kur ki marrë pjesë, ajo ka qenë me të vërtet në qarja më e madhe kulturore. Me të vërtet ka qenë Bum. Bum Festival.
paramendoni tash për shembull në që i thëshin përpara Bora Ramiz tash në paletën Adem Jashari. Do më thonë ajo sallë që është e kallë me që është salla më e madhe në Kosovë sa i përket palestrave, ajo ka qenë plot me njerëz. Mundesh me marrë me mend deri në 5.000-6.000 njerëz mrenda. Se 3.000 sigurt, po unë mendoj që i ka pas edhe podiumin, edhe krejt ulset kanë qenë full. E tash ti me marrë pjesë aty në atë kohë është, apo kupton, se edhe duhen me pas parasysh kontekstin kohor, sot nëse më dëgjon dikush në atë kohë mi pas 2.000 njerëz në publik është Ka qenë punë shumë e madhe. shumë punë e madhe. Plus ka qenë e vështirë edhe me marrë vesh që ju Po të jeni. se janë aty full për një muzikë që endë sa po kish ardhë si kulturë të na. Plus jemi ty folë për kohën që ka qenë e vështirë me përçu informacionin. Për shkak se s'ka pas rrjete sociale, veç word of mouth ka qenë. Do plakate shumë të vogla, A3 qaq, as B1, as B2. A3 max. Jo A4, që shumë e vogël, po A3. Do me thonë, qajo e ka informu popullin me ardhë mu bo 3.000, 4.000 njerë për festivale. Do me thonë, përveç asaj, është edhe diçka që inqizimet, kër ju bojnë në televizionin, radio-televizionin e Prishtinës në atë kohë. Edhe për mu Prishtina, edhe atëherë, edhe sot, është qyteti vetëm ku mundesh me qenë i lirë. Në çfarë kuptimi i lirë. Në provinca nuk mundet një person si une me qenë shumë rahat, me styling outfit qëfare e komune. Qësh vesh na une, qëfar kombinime bëj, ka fjoll, edhe ndoshta mundet me të pengu. Mora veç si shembull, ose me ndonë dhe një qëfar do problemi, nuk jeti i lirë këtu me mundi qaq lirëshëm, pse, se këtu s'nje kërkush, ose edhe në t'jofshim na nuk takohemi. Prishtina i ka nja 5-6 qytezat vogla. Nëse në Dragodan rinë do, për shambull të Santeja rinë do, Në Pejton, do Dardani, do Naktash, qartë, Naktash, do në rrugën B, do në rrugën C, kështu që në Prishtinë njerës jetojnë në qato rrugë, në qato lagje, që jonë si qytete. Do më thonë, a nëse ti jeton në Pej, kur del në qytet, ti kime dojnë prapë që aty ku dojnë në krejtë. Kudo që jeton, ti kime dojnë për shembull, qaty. E ajo e bën qatë jo lirin tonë dhe që ti me pas në një farë mënyre. Nuk jena ty folë që dikush ty të thot diqka. Se unë e kom pas atë problem edhe kur kom jetu në Pej, në kuptimin që dikush ka folë për mu, unë e në atë ku i kom pas flokë shumë gjata, i kom pas vast matë mëdhaja, i kom pas tash më kishra një, i kom pas 2 matë mëdhaja, kom qenë një pi hoxhes, njerës më kanë qujtë këj drogirar, qasë më kanë thonë, adin mos të foli, po unë që kom du veshin, sepse unë e kom qenë atë rrugën teme, dhe më thonë, unë s'kom qenë kur që marrë me droga, unë dhe më thonë që gati më buën 15 vjetë as alkohol, kom pi bira për para, dhe më thonë jam kur njeri, e kom rritë traditën e familjes teme, qka do që në kuptimin kur, se këto në provinca këto ruhen, kuptan. Nëse ti shkon me jetu në një qytet tjetër kus një kur kush ti bën diçka ata se din kush je, a nuk mundesh me bëha ca në pëzojmë në qytetin tonë se flasim. Po anëvarsisht, Kosova për mu është njëjtë vend shumë i vogël edhe qa bëjmë në Prishtinë mirët vesh edhe në Pej. Po du me thënë që në Pej, thjesht, unë e kom pas probleme në atë kohë për flok, për styling të amin. Unë i kom gjyrot flok, pëzojmë në vitin edhe 85-ën i kom gjyrot, jo, 88-ën, 87-ën, i kom gjyrot flakt. Që kur kom ardhë në Pej, ajo kon shak. Më ka shti motra edhe nona, s'kam pas fajma, unë se kom kuptu, sa është ajo rrezik për mu, ndështë ty ma bo, si ty marrë vesh, a din që ka flasin për ty, unë që ka lidhje. Apo të në isha, apo më kupton se unë isha ardhë për Poreqit, unë kesh në Poreqit dhe ejta 3 muj dit, me Holandez, me Gjerman, me krejt, nga bëjsh i muzikë, ish bota jeme, ish Los Angeles, Berlin. Unë po këthera në Pejt, bashkë më pas flokë, jo, i kisha të bardha. I kisha në gjyrus bardha, përse ashtu ishtë trend. Adin New Romantic, Duran Duran, ajo bota. Po.
Qashtu e shishim na botën, u desh me shku mingjiros të frizeri. Kështu që, në atë kohë nëse kom kuptu atë rrezik, e kom ditë që kom me pas probleme, po luftojsha me ato. Ma ndej idiot, ka pas raste ku njerëz më kanë sulmu pëse i kom flok të gjata. Fizikisht nuk po du me tregu këtë detale, po që mu ka deshtë atë me thonë... Po ti ke pas guximin edhe je dallu. Absolutisht, e kom pas guximin. Je dallu. Unë asë që e kom ditë, o njeri, unë kom qenë si një, mos të thëmë si një naiv, me ato të kalit edhe unë jem shku që atje. Unë e kom këshyrë për shembull, që folem New Romantic, Spandau Ballet, Duran, mos të foli, ma heret i kena këshyrë Robert Plantin, i kena këshyrë Bon Jovi, i kena këshyrë Eric Claptonin. Adin, gjithmonë ti influentor për stileve të cilat si sot që e këshyri Ronaldo. I ki po krejt i kanë frizura si Ronaldo, apo kuptan, si David Beckhami, persojnë. Po tash s'kan nevoj me shku në Amsterdam, tash e shohin në rjetës sociale. Kur miresh me muzikë, unë që e marrë me muzikë, unë e kom ditë edhe sot, unë e di edhe e respektoj shumë stylingun tem në profesionin tem. Nëse unë jam dramer, unë edhe dramer i qëti stilit muzikët që quhet world music, pop rock, jazz, funk, reggae, whatever, gjithë shka, krejt stilet në një vend latino, populore tonë, unë i bi populore, me qef, edhe i adin, do më thonë, krejt stilet i bi, ama unë e kom identitetin tem të stilit, qashtu qësh mu ma mërmende, a e marrë unë e prej Van Halenit, a e marrë unë e prej qa po di unë tash mos t'i përmendi unë emna të njerëzve. Si do qoftë, për kujdo që e marrë një stil, unë e thjesht mendoj që po më pëlqen që kjo. Pi qes që to, pi bëj qështu, edhe dalë me një stil që mundi mirë une kur dalë në qytet. Qka thot dikush ato se une e di sigurt që une po ndina mirë. Të kthehemi tash, te babuka jo vetëm muzicient, te babuka skiator, instruktor i skimit, te babuka kitesurfer, instruktor i kitesurfing. Natyrisht që skimi është si e natyrshme për pejonët. Shumë pejon janë skiator fantastik. Por ti jo vetëm instruktor, jo vetëm skiator, po instruktor i skimit, plus kitesurfing, ka qoj ty jetë atash në Ulqin në kitesurfing? Sa i përket, flasim për kitesurf. Unë si thmi kom mbaru, na e thëshim rizgjoja, gjita, balona. Po? Atë që i marin thmi Po. Unë kom lujtë shumë me to, edhe ma vonë jë mësu mi mbaru, më kanë mësu djem të agjes, më gjysha, më kanë mësu mi bo terazin, i thojnë, faktikisht atë libelen, ta mon qësh mira që me ndajt, thjesht ajo një vi edhe mos me leviz, mos me shku majtë, se djatë me ra në dzirë, edhe ja shësha penin, e shësha ka 1 kilometr, 2 kilometra, i kishë me ato 1.000 metra, e ka pësha edhe 1.000 metra, e shësha, që në mande i kure pështelësha ajo më këtë që ka. Edhe u knatësha ty këshurë. Adin si thmi, 12 vjeqar, hypësha mbikun, i thejsha qeremindet, ajo nona, ku, ka që aje ty nga bo kur bjen shi, ka me na pike, qështu. Adin që të mua bete, unë i ngra që ty u knaqë, ajo. Ma kam bo qefin, i falenderoj shumë, edhe nonen, edhe babën, edhe krejtë familjen, kur s'ma kam prisha sot. Po, kur e kum pa unë, për herë të parë, tash që i thëjnë kajt, që ase gjitës, në Prishtini i thëjnë balona, qështu diçka. Unë kur e kum pa në 2006 në shtaten, edhe thjesht s'kom mujt me besu që ajo lëviz shpejt, ajo shkon për një anës një anë. Ato faktikisht e lëviz si ka donë ti, i bjen si me pas timon. Ajo ka gaz, ka fren, dhe më thonë ka shpejtësi, mundesh me qu shumë shpejt me ndalë që atë e qënë 50 metra e ndalë që aty, e qënë 20 metra, 10 metra e qënë këtu, vetë sa në varet prej djenis tënde dhe thjesht sa e ki zotnu në kuptimin që e din. Unë kërë këmë pa atë djallin, atë tipin të e bo që ato këmë thonë, qartë, mërë kësa në është e mundën me egzistu diqka. Me njerë më ka përshy, a më ka pa që unë jam shumë interesum se këmë dajt një gjysore, një orë të e këshyrë, më ka bu hajde, apo duket interesant, po më ka shti me provu, më ka bu
pas këtë talent, edhe unë për që asaj dite, kom prit me bo ato. Edhe para një 15-16 vjetëve, ja kom fillu, e kom mësu, e kom ble, i kom ble pajiset, ajo është, do më thonë, një lloj parashute, si ka 24 metra linjat e gjata, e ka timonin, i thojnë bar, e ka trapezin, harnes, i thojnë në anglisht, edhe e ka drasen, i ka papuqet, jonë teshat e posaçme, është jeleki për më mbrojt, etc. Do më thonë, i ka, edhe unë i kom ble krejt. Gjitha ato pajisje. Po, i kom ble krejt që të pajisje edhe, e kom mësu. Është interesant që në atë ko ka pas shumë pak kajtera, e fati madhë o një djali president Meriton Boba, i cilin e përshëndes e falenderoj shumë, edhe unë të folë me të, tha po unë e ju mësu që shtu unë e të mësaj. Edhe mu Meritonim, fillimisht njerën e parë që e ka mësu Meritoni, kom qenë une, edhe mandej e ka mësu Arber Domin mësaj e di. Djalin e edhe une kom mësu pak për Meritonit, qa ka mujtë mandej, kom mësu vetë edhe me pytje. Mirë po, ty pyt njerëzit normal. Mirë po, ato e falenderoj se aji ka qenë njeri kryesorit cili mu më ka mësu. Mirë po, ajo ka qenë qatë shumë e fort, se unë prej asaj dite, deri sot unë kur nuk i kom buk ma shumë se, ma pak se 3 muj deri 100 dit. Në ulqen. Në deti. Dhe me thonë, unë me këshyrë me, nëse shikohet koha, e një kajterit, se një, ose, adin kur flasim për dikon që shkon s'kim. Dhe kur shkon s'kim një javë ditë, thotë, që sa vjetë s'kjon, unë s'kjoj që 10. Aja e bënë logari që ka shku s'kim një javë ditë, edhe mandej u shku dhe një 5 vikende, për bjen 2 javë ditë. Po. Adin, që 20 ditë. Apo kupton, unë njeri ri 100 ditë s'kija. Ajo është, unë për 5 vjetë dikuj krejt jetë a i shkon. Apo din, kështu që unë, se cilin sport, kur kom hynë ato, unë kom hynë krejt qenjen teme. Edhe në kajtë sërf ka ndodhë njëjtë. Edhe më ndejmë pas një 3-4 vite e 5, unë kom fillu mi mësu njerëzit, edhe rasisht se s'kom pas nevojë, se nuk kom pun që fiton pare, ato pagunë shumë mirë. Më tonë, kjo si sport. Ka sa veta i ki kështu approximately, për apërsisht, në ditë? Ka sa veta mund të shme i trajnu? Unë i mbaj deri 4 orë. 4 orë tash, nëse unë më mësu 3 vetë për njëherë, 2 vetë për njëherë, një. Do më thonë, kurset individuale në gjithmonë mas shtrejta. Gjithmonë e ki 1, 2, 3. Tash logarite që janë 2. Do më thonë, diku 4 vetë i mëson në ditë. Këtu po e ndërprejmë tash, se i kena një 5 pytje në kajmak. Këto pytje i bën Ben Apolloni. Zakonisht i bën pak spicy, pak... Whatever. E merë kavanozin, e nxjerr një pytje, e mshel kavanozin, ma jep kavanozin, përgjigjesh në pytje, 1 fjali, 2 fjali, max. Nuk ja japim atë liri Benit me na marrë ko, se kemi pastaj edhe 10 pytjet këtu, që duhet me i përshku me babukën, kështu që... A është me rrezikshme një solo e gjatë apo një valë e madhe? Valë e madhe. Valë e madhe, sepse unë me gjithate, unë jam mjeshtër i muzikës, edhe valët e mëdhaja janë të rrezikshme. Të më thonë, pavarësisht që unë e një shumë mirë, kom kajtu në valë që janë mbi 1 metër e gjysmë, 2 metra, 3 metra, kështu 1 metër e gjysmë do këtë shumë malit, po kur po flasim 2 metra, 3 metra valës, është në kupton se qësh është deti, kur qohet valja, deti bjen port. Deti bjen port, valja, hyp të eshe valën, faktikisht qatje. Edhe duhet mi ikë. Apo din, ndodh ajo. E o rëgjik, se kur ta mshan ajo është si me të rani kamion, ajo është, dhe më thonë, qasi sasi e madhe e ujit. E më ka ndodhë, pëzojmë do njerë me mëra, të që vala është shumë ma e rëzikshme. Shumë ma e rëzikshme. Okej, shkojmë me pytje në dytë. Në cilin vend jenë djerë më shumë bës, sken apo mbi valë? Prapë, duna me thonë muzikë. Unë mendoj që në deti është bës. Deti, në veç në moment ndodhë një send edhe atje shkove. Kështu që po me kajtë surf, kur je njeri që e nje, jo në regullat. Mos shko shumë largë, ri të ekipi jëtë,
Na në surf i kemi anijen, për çka do me ndodh, e kemi njerin i cili thjesht është i mbikëqyr kajterat të plazhit ton, ka shumë rregulla aty. Do të thonë, pavarësisht që ka shumë rregulla, ti je ai i cili duhet me përcaktu sa larg guxon, sa larg mos me shku, edhe kur problem s'ka. A kur lavdohesh pak, e lasdrosh dhe me shku shumë larg, e që po thosh ti ka val shumë të mëdha, që më thej keni shok instruktori i Beogradit, shumë i mira ideali, shumë më dhe i si kajter, shumë me përvojt madhe, e pa ta të ku në një restoran, adin që takohem na edhe, zdi që shra fjalla, që shpo kaloni kështu, tha, kom dal një dit që shtu kur ka pas val, mjeshtëri i këti muhabetit, tha edhe, kom thonë, kur njet, mu nuk kom e hi në qësi kushte, edhe kur njet nuk kom e hi, po gjelek, tha që kur ma ka hi vala, më ka gjujt qatë shumë por, tha desha më këfil, tha nuk më isha mu qu, tha sa desha mu qu, tha më bike tjetra. Apo kupton, tha men zi pështova, do me thonë deti, edhe pse jem jeshtër në moment ti thu shajt, shkove. Edhe në bjeshk është i njëjti sen. Ti thush, unë jem skiator i mirë, skiator të mirë s'ka, duhet me ju përmbajt rezicet duhet mi parashiku. Që tu s'banë me shku, shpejtësin duhet paka shumë me kontrolu, normal. Kështu që po du me thonë, për mu gjithmonë skena është shumë ma sigurt, ma bos ndina në skenë. Okej, shumë bukur. Hajde shkojmë me pyetjen e tretë? Ashtë të rëma. A ke rënë do njëherë nga kajti, do me thumë para ndo një femre që doje ta impresionoje? Tipike e Benit. Pa ja, din qysh, shkom ra, po une kom pas nevojnë të shta mi impresionu zanën, bazë zanët që më rëzu që shtu të dert mi të regu asaj t'i qka më kam ndodhë, më kam ndodhë jëmë sa ka tu. Kështu që po. Para zanës. Po. Okej, shumë bukur. Hajde shkojmë me pyetjen tjetër. A është jeta jote më shumë rock and roll apo wind and waves? Kjo pyetje shumë e vështirë, po gjithmonë është të ndërlidhme si lifestyle, se edhe kitesurfi nuk është veç sport, po është mënyrë stil i jetës është. Do më thonë kitesurfin apo skimin, si skimin si kitesurfin e kom njejt, po kitesurfi o pak ma shumë i pëquj i këndshëm për shkak të kozgjatjes së ditës edhe kushteve shumë ma të mira, ma të leta të jetesës. I vesh një par shorqe, një par... Ja dronke, që i kanë thonë për para. Ama gjithmonë prap duna me thonë që muzika mu më banë me vetë besim. Në qëfar kuptimi më banë me vetë besim, në kuptim shumë të rëndësishëm. Une ushtrojsh ende sot në muzikë shumë, mira me muzikë shumë, sepse qajo mu mjep qëtë shumë vetë besim të vetja, që jëmë gjithmonë happy. Më thonë, unë s'kom nevojë as me pi alkohol, leqi mu ato gjana tjera, as që kom provu, as më kanë interesu. Sidomos, do më thonë, jeta jam e në muzikë është thjesht, unë kur jëmë i sigurt muzikë, jëmë shumë i lumëtën. Edhe jo iq i lumëtën, po kom shumë vetë besim. I plotësum. E kështu që rock'n'rolli është, gjithësisht muzika, në këtë rast, rock'n'rolli është vetë besimi jam i jetës. Shumë bukur. Edhe pyetja fundit? Pyetjet mi pas ka po të leta, unë kështu po më ndojë tuta qa po të me më vetë. Ku me ditë qka. Me që se, masi e di, jam rahat, qka të ka marrë nga jeta, qka të kanë marrë nga jeta valet dhe skena dhe qka të ka dhenë. Do shta asgjës më ka marrë, mirë po, me njerë më lanë menë. Do shta i vetëmi detalj që kisha me cekë është që do shta ma pak më ka ra me qenë me thmi. Mirë po unë me thmi tash jam shumë. Si ma të vegjel, skena edhe këto, edhe pse edhe ma heret thmi ti merë shanë 100 dit me veti, ku mësu krejt me surfe, me ski, me krejt. Krejt i bojnë edhe dojnë. Mirë po pak po, si do më skena po. Se kështu sportet jo, në sportet i marrë me veti. Mirë po në muzikë, adhe na kem punu natën edhe punojmë natën. Tash mo jo, tash ma pak, mirë po ma heret, unë e kom punu gjithmo natën.
edhe paka shumë më ka roqë me flajt ditën. Po, edhe nuk i ke pa praktikisht sepse një kohë të u rritë. Po, ai njeri që mirët me muzikë profesionalisht, ajo është permanent në skenë. Nuk mund është ti më marrë me muzikë me ndaj të shpia dhe me arë dikush me t'jep ty paret. Që thëj ki babem, ku me shka po të mu marrë me këtë zanat, atë nësa fështiru me jetu me këtë zanat. Por të vërtet se në atë kohë muzikantat kanë bo muzikë veç që të ishin kafe, apo të mu bo muzikanti kafeve, apo din, të me banu inxinjer, banu mjek, banu arkitekt, banu diçka tjetër veç jo muzikant. I thëjshin, muzicient jo, po muzikant. Kështu që po, muzika i ka krejt mira, për mu i ka pas ma të mira dhe ka edhe është knatësia me ma e madhe e jetës, mirë po, paka shumë në qatë detalj, qajo, veç... Vetëm ajo? Po. Okej. Këtu përfundojnë ben pyetjet tua. Faleminderit për pyetjet mira. Edhe, miq të nderuar, këtu përfundoj edhe komplet ajo pjesa e parë të themi, por tash e kemi Babukën në valë të nxehtë praktikisht. Babuka, i kemi 10 pyetje, e thu vetëm një përgjigje, një fjalë. Unë e shtroj pyetjen shpejt, ti përgjigje shpejt. Fjalë. Çka jep më shumë adrenalin, koncerti apo fluturimi në ajër me kajt? Fluturimi me kajt. Ke flirtuar më shumë në backstage apo në plazh? Backstage. Kur je nervoz, i bie daullës apo ikën në det? I bie daullës. E do më shumë skenën plot ritëm apo erën që të hedh në ajër? Erën. A të kanë bërë më shumë komplimente për talentin në skenë apo për shkathësin në plazh? Për skenë. A të kanë ftuar ndonjëherë fanset pas koncertit për një after party privat, po apo jo? Po, shumë. Nëse daullja do fliste, do tregonte sekrete të bukura apo të rrezikshme për ty? Të bukura mendoj. A është më e vështirë të mbash ritmin apo balancën në ajër? Balancën. Si trajner i kitesurfing, sa herë ke thënë ky i ka 2 duar dhe 2 këmbë të majta, por ke vazhduar. Këtë nuk po e pyesim fare. Bon, kom thonë disa herë. Po veç vetit i kom thonë. A vetit, okej. Cila është më seksi? Femra që bën tifo në koncert, apo pikat e ujit kur një femër e bukur del nga deti? Femra në koncert. Cili është Babuka sot? Drummer me ritëm fantastik dhe të rrallë, apo kitesurfer i përbetuar? Drummer. Dhe këtu, praktikisht, ne përfunduam, miq të nderuar, intervistën me Babukën. Babuka ka edhe ende hala shumë mena tregu, për shkak se jetën e ka plot përjetime dhe plot gjëra të bukura. Mirë po, ka që kemi minutazhin e emisionit ne. Babuka, shumë të falemnderit për kohën, shumë të falemnderit për të gjitha detajet e lezetshme dhe pikante që na i ke dhënë. E unë e kam veç edhe një dhuratë të vogël për ty. Para saj, unë duna gjithsesi me shpreh një falenderim të veçantë për ty. Definitivisht, kjo është një ndër pëquj, nuk po thëm intervistat, po rahatit, apo edhe në një farë mënyrë kisha me thonë intervistat më të rëndësishme, më të lezetshme në kuptimin që ti që kreti ki prezentu këto, është diçka para shumë për mu jo bashkë e zakonshme, se është, nuk po thonë që është të vërtet të mirat që mi këtë thonë, po unë jëmë di shumë i befasum se na jemi gati një... Unë jëmë pak ma e vjetër se ti, po. Pak e di, po pak shumë, por me gjitha te, unë mendoj që ashtu që shë ki thonë ti, ka pas rëndësi për shpirtin ta mas shumë t'i drejqtar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Unë, mu publiku më një, unë e them atë çka e mendoj edhe çka e ndjej. Po tu e dit unë që ti si ki bo gati pyetjet, po, e di. Jo pare, unë të njo ka mot, të kom ndjek edhe në ato
koridoret e... Qartë të pitë të dhetës. Po, të Faleminderit. kurrizit edhe në përndejat e ndryshme. Natyrisht atëherë kom qenë atje mrapa, me agronin, zati agronin më merë të mas vetës, se ka qenë rocker. Kë ka qenë rocker, edhe jemi knaq me performancat e tua dhe të bendeve me cilat se ti ke qenë në shumë bende që ke performu. Nja 20 kretë Kosovës, minimum. E verës, kur vi, sidomos në atë plazhin ku ti trajnon, veç rrib me nga dhimin, edhe thom, kusho qaj? Po babuka dhe, babuka dhe është e pa mundu ty mos me të pa verës në Ulqen. Faleminderit edhe njerë. Edhe të faleminderit shumë për kohën që e ke gjetë të vish dhe të tregosh për publikun tim një pjesë të jetës tënde. Ndërsa tani e kam një dhurat, se nuk po e shtroj atë pyetjen pse të kemi në majtë të gjuhës, se ne të kemi në majtë të gjuhës se je yll. Faleminderit shumë. Dhurat shumë speciale dhe kom e pas krejt jetën. Je yll babuka në drums, je yll në kitesurfing, edhe këtë po ta them se unë nuk di, unë jam tabula rasa për kitesurfing, por njerëzit si nga Vnjimdomi, Arbri, Dani, Gagica, të gjithë të përmendin si yll në kitesurfing. Prandaj, I përshëndes edhe ata, Kosova ma në fund ka kryu një thjesht një kulluar shumë të gjonë të kitesurferave, ka shumë, tash mos t'i përmendim. Jeme vajza të reja, besa? Vajza me dhjetra, djem me dhjetra, tash të shpeti kemi me regjistru dhe federatën e kitesurfit, kështu që kemi me qenë thjerë pjesë e federatës botnore të kitesurfit. Bravo, shumë qek, dhe edhe kjo është një informat shumë e bukur për ne. Po mbrim tash me full, adin krejt, kështu që ka shumë qka, po gjithësësi kësha pas dëshirë shumë mi përshëndet krejt muzicientat, krejt skiatorët, edhe krejt kitesurferat, se jemi një komunitet, është një komunitet jashtëzakonisht i njerëzve të mirë. Faleminderit shumë. Miqtë të nderuar, ju faleminderit edhe ju që keni qëndruar këtë kohë me ne. Babukën, verës e gjeni në Ulqen, dimnit në Brezovic, në televizion e keni dihet e Robi Plakët kur... Edhe të sot, Adelina. Po, ndërkohë... Në për klube, koncerte, gjithkund, ndërsa që të ftyrën që shtu trumullakt, e shihni javën që vjen. Ju përqafoj një vikend të këndshëm.